Dhe ja të kemi në këndin roz në rubrikën Ta që theme, ku si gjithmonë nuk do të mungojnë të ftuarit e famshëm. Të ftuarit e famshëm që mund të themi që në kohët e fundit është kthyer dhe pak në mod. Adoptimi i artistëve apo sportistëve në karrierë dhe në pamje biznesi. Pra, kam filluar të shohin dhe të përdorin emrin e tyre, famën e tyre, edhe në një këndvështrim tjetër biznesi. Do të kemi pas pak në pjesën e dytë të tashetemeve dhe dy të ftuara speciale, por, si fillim, do të shohim një talent të jashtëzakonshëm, do të thoja unë, i cili përveç sukseseve që ka patur në jetë, ka patur edhe ndonjë zhgënjim, por këtë herë dhe të kushtueshëm. Shohim bashkë për kë bëhet fjalë. Për publikun shqiptar, Klajdi Selimi u bë i famshëm në vitin kur konkuronte në një nga edicionet më të suksesshme të Shkollës së Talenteve Amici të Maria De Filippi. Klajdi hy në historinë e këtij spektakli ku, fal votave të publikut, arrin të vendosë një numër rekord në mbajtjen e vendit të parë të klasifikimit për 11 javë rresht. Kjo do të ishte vetëm pika A, nga ku do të fillonte rrugëtimin një talent që në çdo moment ka konfirmuar vetveten. Pjesëmarrjet në ekranet më prestigjioze italiane shtoheshin dita ditës e po ashtu edhe kopertinat e revistave MNZ. Por me sa duket, është e vërtet që fati me një dorë të jepe me një tjetër të merr. Fati i thënçin, sepse në fakt, ajo që arriti t'i merrte Klajdit jo vetëm zemrën, dorën apo kraun, por edhe një shumë të maj me parash, nuk ishte fati, por ish mikesha e tij e zemrës. Ajo në vitin 2007 i kërkoi balerinit një borxh financiar për të ngritur biznesin e saj personal. Në dashuri e në luftë gjithçka është e ligjshme, thon italianët. Kjo do të kishte qenë e pranueshme sikur borxhi i ish kthyer mbrapsht. Por kjo nuk ndodhi kurrë. Dhe për këtë, prej më shumë se 4 vitesh, balerini shqiptar frekuenton rregullisht sallat e gjykatave italiane duke kërkuar drejtësi. Pra e kuptuat e gjithë, jemi kthyer në studio me Klajdi Selimin, koreograf dhe balerin, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Shumë kreativ, shumë i zoti, me të gjitha ato çfarë edhe pam në insert. Faleminderit. Do na e tregosh vetë këtë punën e borxhit, sepse na ka bërë kurioz, vërtet. Tani ishte, le të themi, ajo puna e mbylljes së syve nga dashuria nga ana jote, apo kërkesa e mikes tuaj ishte aq posesive sa arritët? Posesive. Posesive? Posesive jo. Do të thoja të shpjegosh këtë çështje komplekse, do na donin shumë emisione dhe shumë orë bisede. Ashtu si shkojnë edhe problemet gjyqësore në fakt, patjetër. Ashtu shkojnë. Seancë mbas seance. Vite pas vite u verifikuan ato që mendonin miqtë e mi italian kur unë hyra kësaj aventure të gjyqit me besimin gjithmonë e vetë bindjen që do të kem drejtësi një ditë, sepse unë besoj në drejtësinë italiane, por ato komentet e fillimit, që për shembull Klajdi, po këtu dëgjova se është pak duhet presësh shumë, janë... Në ndërkohë ke hapur çështën në Itali, ë? Po, patjetër. Mikesha italiane, besoj. Mikesha italiane, çështja është hapur në Itali. Para disa ditësh ishte seanca e tretë. Si shkoi? Duhet ishte seanca e tretë. Ta korrigjoj. Pse? Që të t'jap dhe përgjigjen e si shkoi. Shkoi që gjykatësi ishte spostuar dhe pati një spostim prej 4 muajsh të datës së çështjes. Pra kjo është ajo vonesa që e kuptueshme deri diku, pasi janë protokolle të drejtësisë, që ti s'mund bësh gjë tjetër vetëm të presësh me besimin. Ndërkohë avokati mbrojtës se ke italian. Patjetër. Italian dhe po më përfaqëson shumë mirë. Po hecën avash, por po hecën. Ajo është e rëndësishme që është marrë një rrugë që duhet ishte marrë, që përpara se ta merja, provova shumë rrugë të tjera, pasi jo çdo gjë bëhet, bëhet, jo, gjyq, ti provon, të flasësh, të argumentosh, të kujtosh çfarë ka ndodhur, si duhet funksionoj. Ka lidhje me edukatën që ka çdo kush prej nesh, me vlerat, me principet që i edukojnë që fëmijë. Nuk janë gjëra që ti lexon
duke pritur autobusin dhe funksionon ka kështu. Por... Se mendon se repre e kërkesës së saj? Po dëgjon, unë nuk është se rash pre, nuk e shikoj si gabim, sepse disa nga miqtë e mi o familjar e pikturojnë kështu si gabim të çështje. Por unë mendoj që nuk është gabim të ndihmosh një person në vështirësi. Pra, unë nuk e shikoj gabim këtë gestin tim e të ndihmuarit një personi i afërt ose i largët, qoftë ai nga zemra, nga shoqëria o çfarëdo lloj qoftë. Pra, gabimi, le të themi, i gjithë kësaj historie komplekse, shumë të gjatë, që ne do ta prekim vetëm pak, është... Të ka bezdisur, besoj gjithë kjo patjetër, që nuk do as të ta përmendesh. Po patjetër, sepse ti bën planet e tua, okay? Bën planet e tua, ke objektivat e tua të punës, që të hecësh me biznesin tënd, me familjen tënde, me të gjithë gjërat, ndërkohë ke bon sensin dhe dëshirën e mirë të ndihmosh një person në vështirësi, e ndihmon. Fundja fundit ashtu siç jemi krijuar ne si qenie njerëzore, patjetër. Pra unë nuk e quaj gabim dhe repre, Klajdi. Jo, është ndoshta gabimi në mosnjohjen nga ana tjetër të gestit dhe super vonesa dhe jo angazhimin dhe bonsensin e mirë, dëshirën e mirë për të dhënë prapa atë çka ishte imja, kur ju nevojit në një moment të vështirë. Sepse besoj se çdo kush prej nesh kur ndihmohet në momentin më të vështirë, do mundohet që 10 herë më shumë të ta kthej prapa mbi gjitha kur ti ke nevojë. Dhe kjo është domethënë ajo që unë mendoj për këtë çështje, që më jep qetësinë sepse në fund e fundit Klajdi ti ke bërë një gest fisnik, dhe ja them dhe vetes sepse kur dëgjon patjetër vetes përpara i mbushin patjetër se kur dëgjon 200 njerëz që thonë, "No, Klajdi pse ndihmoj, pse ndihmoj." Atëherë, nëse bëhet moral për një shoqëri më të mirë, që duhet të ndihmohemi, duhet të jemi shumë më të mirë, më gentil, pra atë le ta bëjmë me gjeste, jo me fjalë, sepse të gjithë flasim, po janë aksionet ato që determinojnë kush jemi ne dhe çfarë mendojmë ne. Çfarë pretendon nga drejtësia italiane? Mendon se do të kthehet paktën shumë? A shpreson që... Mendoj. Por dëgjon, kam dy ide për se si mund tjetë fundi i kësaj zanafile në gjyq. Ideja parë është që, okej, mund të më kthehet dhe jam plotësisht i bindur që do më kthehet shuma dhe me interesa, sepse po i kërkohet me interesa, pasi u mundova... Edhe preja fatit kohës ka kaluar. Patjetër, koha, dëmet financiare, sepse unë kisha projektet e mia në këmbë për fabrikën time, bime medicinale, gjithë gjërave tjera. Dhe ideja ime e parë është që, po, unë kam besim se do të më vinë mbrapa. Tjetra është, edhe në qoftë se jo, okej, nuk ka problem, le t'i quajmë të humbura ato para, janë shumë, nuk mund t'a bëj shifrën, avokatim ka thënë jo shifra, dhe, okej, por unë e bëra për një princip. Dhe principi është që çdo kush që do të dëgjoj historinë time ose do të lexoj historinë time, duhet të mësoj, sinqerisht mësoj është fjala që më vjen më e drejtë, që tek njerëzit duhet kesh besim, duhet kesh angazhimin dhe dëshirën e mirë që ti ndihmosh, por me shumë kujdes, gjë që edhe unë e pata, nuk është se nuk e pata, sepse sot përballë gjykatësit po shkon një fashikull me shumë flet, me shumë transferta bankare, tabulate telefonike, domethënë jemi armatosur goxha mirë për të shkuar deri në fund kësaj historie, mbaroft si mbaroft, e ripërsëris, nuk e kam... Por, dua që të lexohet dhe të kuptohet që, okej, u bë gjesti, por nuk e la me aq. Ai shkoi deri në fund dhe përfundoi kështu. Pra, dëshiroj që gjërat të mbahen mend se si vazhduan dhe se si mbaruan, jo se si filluan, sepse njerëzit, shoqëria i pëlqen gjithmonë bëj thashë theme, të flasi ose të prekësh çdo lloj argumenti për mënyrën se si fillon. Po ajo që unë i them miqve, njerëzve publikisht, nuk e kam problem, domethënë. Biles nëse e keni kohë, vazhdojmë deri nesër mëngjes këtë histori. Jo, unë jam interesuar ta di, mendoj edhe publiku. Ideja është një shprehje për Borxhlit në fakt, nëse ke të dëgjuar.
Po, se ka thënë ai shumë sa. Ai që kërkon borxh sa dhe e arrin deri aty sa të kërkoj, e sheh që nuk po kthe në kohë atë që kërkoj, dhe shkon tek ai personi që ja kërkoi dhe i thot në fund fare rriti pa gjumë se unë nuk kam më lek. Ah, po. Kështu që në këtë rast mbaja hallin vetë, si thon kësaj. Dgjoj, unë gjumë flë shumë rehat biles. Dhe sinqerisht është çështje principi. Domethënë e kam bërë totalisht çështje principi. Ja kam thënë asaj, ja kam thënë avokatit saj, avokatit tim, le të duroj sa të duroj kjo histori, le të kushtoj sa të kushtoj me harxhime gjyqësore që ka, ne do ecim përpara për historinë, edhe nëse ato lek nuk do të vinë prapa, sepse ndoshta edhe për unë personal pastaj, ëh, patjetër. Ajo edhe, por dhe kjo pjesa tjetër, sepse si po të thoja më përpara, njerëzit dëgjojnë se si fillon dhe thonë, "Oh, po si i ndodhi atit, po ai s'pas ka qenë." Domethënë, duhet parë gjesti, çfarë ishte, duhet parë çfarë ndodhi nga ana tjetër, si vazhdoi dhe se si përfundoi. Kështu që mua tani më pëlqen të imagjinoj këto dy versionet e fundit, qoftë njëri, qoftë tjetri, janë të mirëpritur që të dy, dhe le të jetë e avashtë drejtësia italiane, sepse në atë avashësinë e saj që ka, është eficiente, dhe jam i bindur që në një mënyrë ose në tjetrën do ta kem drejtësinë time. Do të pyes pak më vonë edhe se çfarë do të bëje ti me shumën e parave që dhe ku do ta kishe investuar, edhe pse më the që e ke një biznes. Por do të kthehemi pas një hapësirë të shkurtër informative edhe me dy të ftuarat e tjera të famshme. Shihemi pas pak.